nuk është që ne kemi qenë pa toks edhe më herët, që në fund vitit 2020, ne edhe ashtu kemi paguar 6, 7, 8% taksa për produkte e Kosovës që kanë shku në SBA. Qysh afektohet Kosova prej taksës me SBA-t? Nga dhonat publike që kemi arrit me siguru pas paralajmërimit vendosjes të taksës për 10%, nuk është që ne kemi qenë pa taks edhe më herët, që në fund vitit 2020 ka skadu në SBA ajo që ata i thujnë sistemi general i preferencave, cilën ja mundësujnë vendeve në zhvillim që me pas qasjen treg të lirë pa taksa doganore. Që prej atëherë për neve ka vlejt taksa bazuar në parimin most favored nation, që njën në ekonomi, kushdo që ka mundësi më të lirë me depërtu në treg, mon ka qenë e përcaktuar në bazë politikave që i përcakton për gjitha vendet. Duke u bazuar në dhonat publike që kemi arrit me i siguru, ne edhe ashtu kemi paguar 6, 7, 8% taksa për produkte e Kosovës që kanë shku në SBA, e që i bjen që mesatarisht nëse ka qenë 7%, i bjen tash 10% që nuk është ndonjë ndikim saj përket eksporteve, normalisht edhe 3% është taksë që ndikon, po edhe ashtu dihet që produktet që dërgojnë SBA janë produkte që kanë shkallë më të lartë përpunimit,